Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Policia zbardh vendosjen e Tritolit në Kamës, 3 të arrestuar për gjobvënie, mes tyre dhe ish polici Jeton Lami, që shoqëroi për herë të fundit Ervis Martinajn. Mbahet nesër konferenca 7 ndërqeveritare mes Shqipërisë e Bashkimit Evropian, hapet grup kapitulli i fundit, një tjetër hap drejt antarësimit në Union. Kryeministri Rama deklaron se pagat dhe pensionet janë prioriteti mandatit të 4, vlerëson Italinë për ndihmën ndaj antarësimit të Shqipërisë në Union. Shtohen konfliktet mes adoleshentëve, psikologët thonë se të miturit ndjekin modelet e gabuara, kërkohet bashkëpunim mes prindërve dhe mësuesve. Vjem të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Policia e Tiranës zbardhi fal aplikimit të metodave speciale të hetimit ngjarje në Kamës, ku ju vendos tritol një lokali. 3 persona u arrestuan, ndërsa një tjetër u shpall në kërkim. Autorët mes të cilëve ish polici Jeton Lami, që shoqëroi për herë të fundit përpara se të zhdukej Ervis Martinajn, akuzohen si pjesë e një grupi gjobvënësish. 24 orë pasi hodhën e erë me tritol një lokal në Kamës, policia e kryeqytetit arrestoi 3 persona. Në pranga përfunduan ish oficeri policisë Jeton Lami, Florin Domi dhe Flogert Mezhika, ndërsa një i katërt u shpall në kërkim. Shkaku bë një gjob €500.000 që pronari i lokalit kishte refuzuar t'ia jepte të arrestuarve. Lokali ishte marrë me qira nga 2 persona kunetër me njëri tjetrin. Të njëjtat burime sqarojnë se 3 të prangosurit, mes të cilëve edhe ish polici Jeton Lami, i kishin vendosur gjob €500.000 pronarit të lokalit Saimir Sina. Ky i fundit jetonte në Itali. Arsyeja ka qenë pasi ata i kërkonin që lokalin të mos u alinte me qera 2 kunetërve Klodian Muratit dhe Bernard Elezit. Dhe për këtë arsye e kishin paralemëruar se nëse nuk largonte ata nga lokali, do duhet u jepte atyre gjobën prej €500.000. Tritoli shpërtheu rreth orës 2:20 të mëngjesit të së shtunës, duke e shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Por Jeton Lami, i arrestuar këtë të diel, është polici i operacionales që shoqëroi për herë të fundit Ervis Martinaj, një nga njerëzit më të kërkuar në vend, i shpallur i zhdukur në gusht të 2023-shit. Ai e transportoi ish-bosin e lojrave të fatit nga Tirana në Vlorë, derisa humbi pa gjurmë. Për këtë, Jeton Lami u shpall fajtor për shpërdorim detyre, një dënim të cilin ai e shleu në kohën e paraburgimit, duke u liruar nga qelia në 24 nëntor. Ndërkohë i shpalluri në kërkim si pjesë e grupit të gjobvënësve është Ervis Lami, i dyshuar për vrasjen e postierit Lulzim Visha në zonën e Kamzës janarin e këtij viti. Me njerë pas vrasjes, uniformat blu gjetën armë në shtëpinë e tij dhe të xhaxhait. 2 vëllezër përfunduan në pranga pasi qelluan me armëzjarri ndaj një automjeti dhe më pas dënuan me sende të forta shoferin. Shkaki i ngjarjes që nisi në doganën e Hanit të Hotit dhe përfundoi në Koplik u bë një parakalim i gabuar. Kaq mjaftoi që vëllezërit të ndiqnin nga pas 42 vjeçarin dhe të hapnin zjarr ndaj makinës së tij. Policia e Shkodrës i vuri pranga 2 autorëve të dyshuar të sulmit të së shtunës ndaj Edison Tiranës, që u qellua me armë zjarri dhe u dhunua me sende të forta. Në pranga kanë rënë vëllezërit Gjovalin dhe Pëllumb Gjekaj, banues në fshatin Pjetër Shan të Malësisë së Madhe, ndërsa nipi i tyre u shpall në kërkim. 2 të arrestuarit dyshohet se qelluan me armë zjarri drejt automjetit të 42 vjeçarit Edison Tirana, banues në Trush të Bërdicës, dhe më pas e goditën atë me sende të forta. Konflikti nisi në doganën e Hanit të Hotit për shkak të një parakalimi mes 2 automjeteve. Përplasja u përshkallëzua gjatë rrugës, ndërsa mjetet vijuan të parakalojnë njëra tjetrën. Në afërsitë rreth rrotullimit të Koplikut, 2 vëllezërit Gjekaj dyshohet se qelluan me pistolet në drejtim të makinës Mercedes-Benz që drejtonte Tirana. Një prej plumbave goditi gomat e automjetit, duke bërë që 42 vjeçari të humbas kontrollin dhe të përplaset me bordurën e një karburanti. Pas aksidentit, ai tentoi të fshihet, por autorët e ndoqën dhe e goditën me sende të forta, duke i shkaktuar plag në trup. Edison Tirana u paraqit rreth orës 19:30 në spitalin e Shkodrës, ku mori ndihmën e parë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ai dëshmoi në polici duke sqaruar dinamikën dhe zanafillën e konfliktit.
Dita e hënë do të shënojë një tjetër arritje të rrugëtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, teksa do të hapet zyrtarisht dhe grup kapitulli i fundit që lidhet me bujqësinë. Sipas agjendës, delegacioni shqiptar i kryesuar nga Rama do ulet në tryezën e punës me BE-n të hënën rreth orës 8, ndërsa në orën 9:15 është parashikuar të mbahet konferenca e përbashkët mes kryeministrit Rama dhe komisioneres Marta Kos. Shqipëria ka hapur deri më tani 5 nga 6 grup kapitujt themelore të marrëdhëniet me jashtë, tregun e brendshëm, konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, si dhe agjendën e gjelbër. Brukseli është optimist se brenda 2030-s Shqipëria do të realizojë integrimin në Union, ndërsa vetë kryeministri Edi Rama e ka shpallur anëtarësimin në BE prioritet të mandatit të 4 të qeverisës. Kryeministri Edi Rama deklaroi në komunikimin në rrjetet sociale se Shqipëria po ecën me ritme të shpejta drejt Bashkimit Evropian. Pjesë e këtij ritmi, sipas shefit të qeverisë, është edhe rritja e vazhdueshme e pagave dhe pensioneve. Rama vlerësoi veçanërisht angazhimin e Italisë për mbështetjen që jep vendit tonë në Bruksel. Rritja e pagave dhe pensioneve është prioriteti i qeverisë gjatë mandatit të 4. Në serinë e re të podcastit flasim, kryeministri Edi Rama përsëriti se nga janari vitit e ardhshëm nuk do të ketë më pagë nën 500 euro. Mbi të gjitha e diktuar nga rritja e premtuar e pagës minimale nga janari i vitit që po troket, kur paga minimale në sektorin publik dhe në atë privat, pra kur ligji që do të kalojmë në Parlament i Buxhetit 2026 të sankcionoj se në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë asnjë pagë nën 500 euro. Të njëjtën u zhvillua dhe mbledhja e parë mes qeverisë italiane dhe asaj shqiptare, ku një ndër marrëveshjet e firmosura mes dy vendeve ishte ajo për migracionin. Në një intervistë për gazetën italiane Corriere della Sera, Rama u ndal tek çështja e cila shkaktoi jo pak polemika, ajo e kampit e emigrantëve në Gjadër. Akuzat janë bërë pjesë integrale e jetës tonë, të cilat mbyten çdo ditë nga balta e pafundme e mediave sociale, ndërsa shpejtësia maramëndse me të cilën lëviz bota e informacionit e bën gjithnjë e më të vështirë të kuptohet e vërteta, pasi këmbët e gënjeshtrave janë bërë edhe më të shpejta në qarkullim nëpër botë. Shqipëria nuk ka investuar asnjë euro në këtë projekt, kështu që të paktën në këtë rast nuk mund të akuzohemi si zakonisht. Pyetur nga Corriere lidhur me anëtarësimin e Shqipërisë në BE dhe rolin e Italisë në këtë proces, shefi i ekzekutivit u shpreh qartë se Roma zyrtare është lobuese e fortë për Tiranën. Italia është avokatja tradicionale e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është zëri ynë më i fortë në Bruksel. Vendimi im nuk do të jetë kurrë në gjendje të shlyejë borxhin e madh moral të Italisë për gjithçka që ka bërë për ne. Shqiptarët nuk do ta harrojnë kurrë atë borxh. Për post marrëveshjes për emigracionin, Shqipëria dhe Italia firmosën 15 memorandume të tjera bashkëpunimi në fushat si energjia, mbrojtja, shëndetësia e mëtej. Të dhënat zyrtare flasin për një rritje të numrit të konflikteve mes adoleshentëve në ambientet e shkollave ose jashtë saj. Ngjarjet e dhunshme kanë rezultuar shpesh edhe me pasoja fatale. Psikologët thonë se të rinjt po kopjojnë modelet e gabuara në shoqëri. Konfliktet mes nxënësve kanë pësuar rritje në disa prej qyteteve të vendit. Sipas të dhënave zyrtare të policisë së shtetit, janë regjistruar 379 raste gjatë vitit shkollor 2024-2025, numër që ngre alarmin për klimën e tensionuar brenda ambienteve të shkollës. Për vitin shkollor 2024-2025, Tirana kryeson listën me 211 raste të referuara në polici, 18 raste më shumë se sa një vit më parë, ndërsa Korça vjen pas saj me 68 raste. Shumica e konflikteve kanë qenë verbale, por nuk kanë munguar edhe rastet kur debatet janë përshkallëzuar në dhunë fizike. Rastet me problematika të tilla, dëmtime të lehta apo keq përdorim të rrjeteve sociale, për të cilat është pari nevojshëm referimin në prokurori, janë ulur. Gjatë vitit 2023-2024 ka patur gjithsej 42 raste, ndërsa për vitin shkollor pasardhës ka patur 29 raste. Psikologët e lidhin rritjen e agresivitetit tek të rinjt me modelin e sjelljeve që atyre u serviret nga shoqëria dhe mënyrën se si mësojnë të zgjidhin mosmarrveshjet mes tyre.
nuk është kaq rastësore, është një sjellje e cila ajo është e mësuar në rrjetin familjar, në kontekstin shoqëror dhe në grupet që janë të ndërtuara kryesisht ato online, ku sjelljet agresive shpeshherë aty janë shumë të pëlqyera nga vetë mosha që ndodhet adoleshenti, pikërisht ka shumë të rëndësishëm rolin e tij në grup, në shoqëri. Dhe këtë rol ata shpeshherë e kërkojnë ndonjëherë me agresivitet fizik. Domethënë rolin e tyre e vendosin kështu në këtë mënyrë, edhe pse është tërësisht e pashëndetshme, është shumë dëmtuese për gjithë bashkëmoshëtarët, por edhe për ata vetë. Psikologët e vënë theksin edhe te mungesa e kurrikulave për edukim emocional të fëmijëve. Mënyra se si të edukohemi nga ana emocionale realisht mungon për shkolla dhe kjo duhet jepet fokus nëpërmjet një kurrikule të veçantë mësimore ku fëmijët dhe adoleshentët të dinë se si të edukohen me anën emocionale, të njohin emocionet. Një tjetër element që theksohet nga specialistët është nevoja për një bashkëpunim më të fortë dhe një komunikim më efektiv mes trekëndëshit, mësues, nxënës, prindër. Mjekët shprehin shqetësimin për rritjen e rasteve të sklerozës multiple, sëmundja e cila shfaqet me simptomat e dobësimit të muskujve, vështirësisë në shikim dhe humbjes së ekuilibrit, po prek gjithnjë më shpesh moshat e reja. Skleroza multiple, një sëmundje kronike e cila prek sistemi nervor, ka shënuar një rritje të ndjeshme gjatë viteve të fundit, duke prekur gjithnjë më shumë grup mosha të reja. Sipas mjekëve neurolog, shkaku i shfaqjes së saj ende nuk është i njohur. Ende nuk është gjetur nga vjen. Pra, nuk jam në gjendje t'ju them se nga se shkakton skleroza multiple, se nuk dihet etiologjia e saj nga moshat e reja. Zakonisht është në mënyrë klasike është pranuar moshat 20 deri në 40 vjeç për fillimin e sëmundjes, por kemi gjithmonë më tepër raste edhe poshtë 20 vjeç. Skleroza multiple ka disa stade dhe mënyra trajtimit është e ndryshme. Forma klasike është forma që fillon me stadin e parë, që një stad njëherë është subklinik. Pra, pacienti nuk ndjen asgjë. Sëmundja ka filluar. Zakonisht faza e parë e sëmundjes është me përmirësime dhe keqësime. Kjo është tipikja. Pastaj kemi një formë tjetër që është formë primare o progresive. Pra, fillon që në fillim dhe nuk ndalon. Kjo është primary progressive multiple sclerosis, më karakteristike kur sëmundja fillon në moshë të madhe. Po a është e shërueshme skleroza multiple? Të gjitha sëmundjet të cilat nuk kanë një etiologji të saktë, e kanë këtë fatkeqësi që nuk janë të shërueshme. Por skleroza multiple ka shumë pika ku mund ndërhyet nëpërmjet trajtimet, të cilat e stabilizojnë, zgjasin periudhat e mira. Shpesh skleroza multiple ngatrohet me demencën, pasi kjo e fundit në gjuhën popullore ka të njëjtin emërtim. Mjekja neurologe Jera Krujas shëron dallimin ndërmjet tyre. Nuk ka lidhje fare me këtë tip skleroze, që në bazën histologjike të procesit nuk ka lidhje fare. Pra është një tjetër proces. Ajo është një demencë që prek moshat e treta, mbi 60-65 vjeç dhe rrin duke u rritur prevalenca në mënyrë galopante me rritjen e moshës dhe ka lidhje me shumë funksione kognitive ku kujtesa është e para. Dobësi të muskujve, shikim të dyfish, të çrregullime të ekuilibrit, ndjesi empirjes, lodhje e vazhdueshme janë disa nga simptomat më të shpeshta të sklerozës multiple. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.